Alessio, kemi kaluar nga sektori ku ju prisni klientët dhe bëni projekte tuaja për reklamat, në një sektor tjetër ndodhemi në repartin e makinerive të ndryshme. Ç'ndodh në këtë repart dhe na prezanto makinerit që janë në funksion të prodhimit të reklamave të ndryshme. Po, atëherë ky është reparti i zhvillimit, ku puna nga ide kthehet në realitet. Këtu kemi pjesë tek printerat, këtu janë rreth 3 printera, një printer Mimaki EV3360 dhe një printer Mimaki gjithashtu pak seri më e vjetër dhe po ashtu një printer UV Mimaki 330-160. Është një makineri me origjinë japoneze dhe ka një teknologji shumë të shpejtë dhe më efikase dhe specializuar në pjesën e printimit. Ajo heq një shmëri punësh tek adezivat, tek rrjetat, një lloj game materialesh. Kemi një printerin Mimaki. Përsëri një printer tjetër? Përsëri një printer tjetër UV. Dhe edhe ai adeziv printon. Dhe ai gjithashtu printon adeziv, por printon një lartësi më të madhe, 320 cm. Një dimension më të madh letre. Po, gjithashtu këto dy printerat e parë janë CMYK, ndërsa printeri UV ka një lloj inku të ndryshëm, pasi është një ink që kur aplikohet, duhet t'i aplikohet dhe drita UV sipër saj që ajo të thahet si bojë. Po tjetër makineri, çfarë keni këtu? Tjetër makineri kemi edhe 2 katera, 3 katera gjithashtu. Ky dhe ai tjetër, edhe ai tjetër. Dhe ai i vogël atje. Ai katërin e vogël më shumë e përdorim tek pjesa e gomave dhe tek pjesa e bluzave, flamurave ose copave të ndryshme, që ne i brandojmë ato. Gjithashtu dhe këto katërat ne përdorim në pjesën e prerjes adezivit, ku ne i vendosim ose në xhama, në fasada xhama, ose në makina, ose në objekte të ndryshme.